Për ne, si organizatë që historikisht ka vendosur thekse veçantë të përgjegjësia kolektive, rasti në fjalë shtron edhe pyetjen se sa e rëndësishme është të krijohet një kulturë e re pune brenda një administratës, një kulturë që nuk pranohet asnjë lloj shkelje, ku ligji respektohet, pa konformistë dhe ku zyrtari publik kupton se roli i tij nuk është privilegj, por detyrë që kërkon integritet të plotë. Çdo lapsus në këtë drejtim krijon jo vetëm barë juridike, por edhe dëm moral të besimit publik. Rrjedhimisht, Partia e Punës së Shqipërisë e sheh këtë proces si një moment të rëndësishëm për të çuar përpara diskutime shoqërore mbi reformimin, profesionalizmin dhe rritjen e standardeve të administratës publike. Doja të nënvizoja idenë se ky rast, pavarësisht rezultatit të tij juridik, duhet të shërbesë një katalizator për ndryshim pozitiv, për më shumë kontroll të brendshëm, për më shumë transparencë në tendera, për më shumë etikë institucionale dhe për më shumë përgjegjësi në çdo nivel qeverisje. Mesazhi im përqendrohet tek domosdoshmëria që proceset e drejtësisë të shihen si një mekanizëm i pandashëm i rritjes demokratike dhe modernizimit të shtetit. Në rastin e hetimit të zonjës Balluku, Partia e Punës së Shqipërisë nuk e sheh këtë vetëm si një çështje individuale, por si një pjesë e rëndësishme të ecjes përpara të sistemit të drejtësisë, ku institucionet e reja si SPAK dëshmojnë aftësinë për të trajtuar çështje me peshë publike, të madhe publike dhe politike. Për ne ky proces është një provë e qartë e funksionimit të balancuar të pushteteve. Prokuroria përmbush rolin e saj hetimor, ndërsa aktorët politik dhe administrativ duhet të respektojnë pavarësinë e saj pa ndërhyrje. Respektimi i këtij raporti institucional është themeli i një shteti që aspiron standarde të larta demokracie dhe integrimi evropian. Në